Dje në ora 23:50 në SPB Tetov, një 18 vjeçar nga Tetova ka raportuar se rreth orës 23, derisa po ecte në këmbë me shokun e tij, po ashtu 18 vjeçar përgjatë rrugës Lenin në afërsi të urës së lumit Shkumbin, janë sulmuar fizikisht. Sipas raportimit, ata kanë vënë re një grup prej rreth 20 të rinjësh që vizatonin grafite dhe njëri nga personave u është drejtuar me fjalë provokuese në baza nacionale. Menjëherë pas kësaj, grupi i ka rrethuar, me çka një person i maskuar e ka sulmuar fizikisht 18 vjeçarin, ndërsa një person tjetër ka sulmuar shokun e tij. Denoncuesi ka identifikuar njërin nga personat e grupit, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 20:20 në SPB Tetov, një 43 vjeçar nga fshati Prelubisht, së bashku me djalin e tij kanë raportuar veprën penale dhunë të kryer ndaj tyre nga ana e 3 personave, të gjithë nga Tetova. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 18 në lagjen Potok. Të lënduarve u është ofruar ndihmë mjekësore në Spitalin Klinik të Tetovës. Dje në ora 21:10 në SPB Tetov, një 19 vjeçar nga Tetova ka raportuar se rreth orës 20:50, derisa po lëvizte në rrugën 120, është sulmuar fizikisht nga një person i panjohur. Te denoncuesi janë konstatuar lëndime të dukshme. Dje në ora 18:50 në SPB Tetov, një 36 vjeçare nga Tetova ka raportuar se rreth orës 18:35, derisa po qëndronte e ulur në një objekt hotelerik në rrugën Boris Kidriç në Tetov, është sulmuar fizikisht nga një femër. Dje në qendrën mjekësore të Gostivarit u është ofruar ndihmë mjekësore 2 shtetasve të Republikës së Indisë të punësuar në një kompani ndërtimi. Personat kanë marrë lëndime të rënda gjatë kryerjes së detyrave të punës në trasen e fshatit Banjic. Më 14 maj rreth orës 13, punëtori 36 vjeçar, për shkak të pakujdesisë me një makinë ndërtimi launcher, ka lënduar dorën, ndërsa po atë ditë rreth orës 18, një 37 vjeçar, gjatë zbritjes nga një makinë pune, ka pësuar lëndime në këmbë. Është njoftuar Inspektoriati i Punës dhe po merren masa për dokumentimin e ngjarjeve.